Assalamu alaikum, të nderuar, jemi në prag të verës. Dhe së bashku me këtë stinë të bukur, tashmë fillon një organizim ndryshe jetës tonë në krahasim me stinet e kaluara. Vera është një asocim i pushimit. Vera është një asocim i ardhjes së bashkëdhetarëve tanë nga diaspora. Vera është një kohë, një periudhë, një stinë ku ne kryesisht preferojmë dalin nga shtëpitë tona. Vera është një kohë kur realisht cilësohet një kohë e lirë. Muhamedi alayhi salatu wasalam e ka përmendur se shumica e njerëzve realisht nuk e shfrytëzojnë si duhet kohën e lirë. Andaj qëndroj para jush të nderuar vëllezër dhe motra, që t'u jap disa propozime, këshilla, disa rikujtime, jo që nuk i dini, po spaku të bashkëpunojmë në këtë drejtim që ta shfrytëzojmë këtë verë shumë më tepër se për pushim, shumë më tepër se për argëtim, shumë më tepër se për të shpenzuar para këtu apo kudo qoftë. Vera është një rast ideal të nderuar vëllezër dhe motra, që të përmirësojmë raportet me Allahun e mënduar, që të kthehemi ka vetja jonë, të dëgjojmë ligjërata, të lexojmë ndonjë libër të mirë, madje të marrim pjesë në aktivitete ndryshme që tashmë Bashkia Islame me të gjitha degët e saj realisht është aktive në ofrimin e projekteve të ndryshme për mësim besim. Merrni pjesë në këto aktivitete, dërgoni fëmijët e juaj. Është një rast ideal që në këtë verë të ndryshon jeta jonë tërësisht në kuptim pozitiv, duke mësuar Kur'anin. Për verës mund të mësojmë Kur'anin, jo vetëm ta lexojmë, por edhe ta perfeksionojmë leximin e tij. Vera është një rast ideal që të mësojmë surat e reja të Kur'anit, që ta pasurojmë namazin ton kur falemi e të lexojmë më gjatë Kur'an. Përsëritim atë që kemi ditë nga Kur'ani, të lexojmë nga libra që flasin për komentin e sureve të Kur'anit. Vera është një rast ideal që të lexojmë për biografinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mund ta bëjmë vetë dhe mund ta bëjmë familjarët. Andaj të nderuar vëllezër dhe motra, shfrytëzoni rastin që së bashku me familjarët e juaj të lexoni Kur'an, të mësoni Kur'an, që të përmirësoni raport me Allahun te barekuhu teala, të pendoheni tek Zoti xhalla xhelaluhu, që të lexoni libra të përbashkët me familjarët, qoftë shtëpitë e juaja apo kudo që dilni, që një pjesë të pushimit të ndani edhe leximet të përbashkët. Të lexoni për hadith të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Çfarë na mëson i dërguari alayhi salatu wasalam? Si ishte jeta e tij? Të lexoni për biografinë e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Apo në libër të mirë që realisht ju ofron mes vete dhe ju mëson se si duhet të bashkëpunoni në ndërtimin e përbashkët të familjes së juaj dhe të jeni në shërbim të vendit të juaj. Të nderuar, vera është një rast ideal që mundemi edhe të rindërtojmë dhe përmirësojmë raportin tonë mes vete. Bashkë të nderuar, është kohë ideale që ndoshta pak më tepër kohë t'i kushtoj njëri tjetrit. Prind të nderuar, një kohë më ideale që të përkushtoni ndaj fëmijëve të juaj pak më tepër. Jo vetëm dalje pushimi, jo vetëm shpenzim, por një kohë më tepër për të dëgjuar njëri tjetrin, për të biseduar, për të diskutuar gjëra të ndryshme, jo debate, jo diskutime që realisht përplasin mendimet mes vete, por një qasje më sociale, një qasje me nuanca më të shtuara të dashurisë, mëshirës, respektit ndërsjellët. Është një shansë e mirë që prindit tashmë më përse afërmi të dëgjojnë për problemet, vërejtjet dhe kërkesat e fëmijëve të tyre. Do të thonë në muajt e kaluar në dinamikën e angazhimeve dhe punëve nuk kemi pasur kohë të mjaftueshme për njëri tjetrin. Vera është një kohë ideale. Do vinë nga diaspora bashkëdhetarët tanë, një mundësi shumë e mirë që të diskutojmë, bisedojmë për çështjet e identitetit tonë fetar, kombëtar, që të afrojmë më tepër, të vizitojmë më shumë e kështu me radhë. Andaj nuk duhet të jetë vera vetëm një asocim i pushimit, një diskutim se ku kena mi kalu pushimet, por le të jetë edhe një diskutim si kena mi kalu këto pushime. Të nderuar vëllezër dhe motra, le të jetë pushimi jon, le të jetë angazhimi jon, le të jetë vera jon dhe të reta jon në shërbim të afrimit me Allahun dhe afrimit me njëri tjetrin. Ta shfrytëzojmë këtë verë me të vërtetë në mënyrë më të mirë të mundshme, në përmirësimin e raporteve sikur thash me Allahun xhallahu ala, por edhe mes vete. Në anën tjetër, vera është një mundësi që do shta të kalon kufit e Zotit të barekuhu teala në shumë aspekte, në aspektin e veshjes, në aspektin e dukjes, në aspektin e daljes, në aspektin e pjesëmarrjes e kështu me radhë.
Vera është një kohë kur edhe ka ahengje, ka dasme e kështu me radhë. Ti me të kujdesshëm gjitha këto të nderuar vëllezër dhe motra, në daljen tonë, në dukjen tonë. Mos jetë një verë që na pasuron në mëkate, fatkeqësisht, se kjo s'është pasurim. Mos jetë një verë që na varfënon në raport me Allahun te bareku teala. Një verë që realisht na ngarkon me përgjegjësi në raport me Zotin tonë. Le të jetë një verë ku arktohemi, poshojmë, dëfrehemi, duhemi, bashkohemi, bashkëpunojmë, informohemi, mësojmë dhe afrohemi tek Allahu i Madhëruar. Kujdes nga një verë e cila mund të jetë një largim nga Allahu i Madhëruar. Një verë që realisht mund të jetë në emër të çfarëdo pushimi, por mund të jetë fatkeqësisht Allahu na ruajt, një gremi, një humner ku mund të përfundojmë shumë keq. Të nderuar, gjatë verës ne dëgjojmë që ka edhe situata të pakëndshme që njerëz kalojnë nëpër to, si pasojë të kalimit në shfrenim në kuadër të një dëvrimi apo ahengu apo gëzimit caktuar, me dehje apo edhe përdorim të armëve, qoftë edhe për gëzim e kështu me radhë, ti me të kujdesshëm, të gëzohemi, të festojmë me zemër e jo me armë, të festojmë me zemër të pastër, të qeltër, me dashuri për një tjetrin, jo me zili e me urrëtie. Të festojmë edhe të argëtohemi, e dëfrejmë, e të pushojmë, e Allahu xhallahu ala i kënaqur me neve. Ka shumë mundësi të ndëruar vëllezër dhe motra që kjo verë mund të na jap. Ka shumë oferta që mund të shfrytëzojmë. Ishte vetëm një shkëndiz e rikujtimit që të jemi të kujdesshëm në këtë verë e ta shfrytëzojmë maksimalisht në përmirësimin e raporteve me Allahun xhallahu ala, por edhe përmirësimin e raporteve me njëri tjetrin. Ju uroj pushim të këndshëm, një verë me të vërtet të mirë, të këndshme, të relaksuar, duke u afruar tek Allahu xhallahu ala me punë të mira, duke mësuar atë që realisht ju bën dobi në këtë botë, në botën tjetër, dhe uroj që të keni një verë e ju dhe familjarët e juaj shumë më afër me njëri tjetrin, më tepër dashuri, më shumë respekt, më tepër mirëkuptim, bashkëpunim, që Allahu te bareku ta të zbët me neve mëshirën, faljen dhe begatinë e tij. Kalofshi mirë, verë të këndshme.